Për shëndeti nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur përgatit akullore me mango që bëhet tepër e shishme edhe për mua është preferumja ime pra akullore me mango. 2 mango i kum qeru, ja kum hek bërthomat brenda edhe i kum shtipur me qeset e frizit në akull në friz edhe i kum lënë derisa të ngrihen. Mandej një dozë kështu 397 gram me qumësht të kondenzum edhe gjys litre me halta ose gjys litre me shlagzane. Mas pari, bismillah, e marim kështu një blender edhe e blujna të 2 mangot e ngrira. E kom qitë gjysmen e mangot në blender për ndryshe me mikser edhe i bojna si pyri. Kemi blu, tash edhe qëto që na ka mbet e blujna poshtë. Shikoni, prej blenderit i qesim në një të thellë. E blujna edhe qëto që na ka mbet që ju tregova, kështu duket pra mango. Kështu duken mangot që kemi blu pra, mangot e ngrira. Tash të i lojna onash. Në anën tjetër tash e morim gjys litre me halta ose shlagzane, ndryshe pana, me sheqer, shlagzane, kemi nevoj pra me qitë dhe sheqer, sepse ka kjo qumësht i kondenzum edhe e tundim të dyja të bashkë. Gjys litre pra me halta edhe një dozë me qumësht të kondenzum tash të i tundim të dyjat me mikser. Pra me përgadit një akullore familjare për krejt familjen. Bismillah. E kemi përzi edhe halta për një 2-3 minuta. E bashkojna bismillah tash gjitha së bashku. I përzina. Basi kemi përzi, e morim një inë të qelqet edhe e qesim krejt akulloren. Basi kemi shprot akulloren e këtë inën e qelqet e mbyllim kapakun. Mas mirë është mbrëmje e përgadit, pra deri të nesërmen e lajna në friz të akulli. Edhe akulloren e kom nxerr të nesërmen, të notën e kom lënë pra në friz të akulli. Në anën tjetër, këto të kornetit që janë, blehen hazër në Aldi këtu në Gjermani, t'kaqme, edhe bismillah tash të i qesim pra në këto format. Edhe akulloria duket kështu tepër bëhet e shishme pra edhe e lani prap në friz të akulli, sa herë që keni qef me akullore e nxerrni prap prej frizit edhe ka mi u knoq të gjithë familje. Neve na bëft mirë, juve poshtë nëse provani, faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru pafshim.